Detaje do të na i përcjell në këto momente drejt për drejt kolegja Glidona Daci. Glidona, çfarë pritet sot nga gjykata e lartë e cila po shturton rekursin e bërë nga kryebashkiaku Veliaj? Sa i takon kësaj çështje drejta në gjykatën e lartë, anëtarët e cilët do të diskutojnë këtë çështje në vend të Këshillimit, së shpejti tashmë ka nisur që për orës 13:30 ka nisur dhe janë futur në ambjektin e dhomës së Këshillimit, ku do të shikojnë të gjitha pretendimet e ngritura nga përfaqësuesit ligjor dhe avokatët e zotit Veliaj. Sa i takon çështjes që lidhet me zëvendësimin e masës së sigurimit, kërkesë që më herët zoti Veliaj e ka bërë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë, në gjykatën e posaçme të apelit dhe po ashtu nga ana tjetër edhe tashmë në gjykatën e lartë. Kjo seancë pritet me interes të rëndësishëm, duke qenë se pak ditë më parë gjykata kushtetuese e ktheu çështjen për gjykim në gjykatën e lartë sa i takon çështjes së caktimit të masës së sigurimit, duke qenë se pretendonte se nuk është respektuar dhe nuk janë argumentuar në vendimin e gjykatës së lartë që la në fuqi masën e sigurimit arrest në burg kryetarin e Bashkisë së Tiranës Ersiron Veliaj, proporcionalitetin në raport me të zgjedhurin vendor dhe për këtë arsye e ktheu çështjen për gjykim në gjykatën e lartë, por do të mbetet për të parë sepse në aspektin procedurial, çështja për të cilën ktheu vendimarrjen gjykata kushtetuese me çështjen e cila do të shqyrtohet ditën e sotme në dhomë Këshillimi, nuk është se kanë lidhje sa i takon aspektit të procedurës, sepse masa e parë dhe vendimi i gjykatës kushtetuese lidhet me caktimin e masës së sigurimit, ndërsa sa i takon seancës së ditës së sotme është për çështjen e zëvendësimit të masës së sigurimit, kërkesat të cilat i ka bërë zoti Veliaj nëpërmjet avokatëve të tij. Por gjithsesi ajo që do mbetet për të parë se në do pranohen argumentat e dhëna nga ana e zotit Veliaj dhe po ashtu nga ana tjetër, kjo vjen edhe në raport me vendimin unifikues të gjykatës së lartë sa i takon kritereve për sa i përket masës së sigurimit arrest në burg, se kur duhet të aplikohet dhe cilat duhet të jenë faktet dhe shkaqet të cilat qëndrojnë për të vazhduar më tej në këtë masë sigurimi. Gjithsesi gjykata e lartë do dalë ditën e sotme me një vendimarrje në lidhje me këtë çështje e cila pritet me interes të lartë publik për shkak edhe të asaj se çfarë ndodhi në gjykatën kushtetuese, edhe pse avokati i zotit Veliaj Flaren Dreca theksoi që do të bënte një koment në lidhje me këtë çështje në momentin që do të njihej me vendimin e arsyetuar të gjykatës kushtetuese, i cili ende nuk ka dalë, ndërkohë do të shohim nëse gjykata e lartë do të marrë le të themi në një farë mënyrë do të implementojë edhe vendimin e gjykatës kushtetuese në këtë seancë të ditës së sotme, apo do ta presë në momentin që të bëhet arsyetimi i vendimit të gjykatës kushtetuese dhe dalja e të gjitha argumentave që ta marrë edhe një herë në shqyrtim sa i takon vendimarrjeve saj të mëparshme të datës 8 korrik të vitit 2025 që rrëzoi pretendimet e zotit Veliaj sa i takon caktimit të masës së sigurimit në ngarkim të tij nga ana e gjykatës së posaçme. Por gjithashtu nga ana tjetër duhet sqaruar që gjykata kushtetuese edhe në shpjegimet e saj por edhe në vendimarrje theksoi që nuk ka hyrë dhe nuk ka analizuar vendimet e dy gjykatave të faktit që është gjykata e posaçme e shkallës së parë dhe gjykata e posaçme e apelit, pasi sipas tyre ka konstatuar që gjykata e lartë në arsyetimin e vendimit të saj nuk i ka dhënë përgjigje pikërisht pjesës së proporcionalitetit të masës së sigurimit për shkak se zoti Veliaj është i zgjedhur vendor dhe do të shohim nëse kjo gjë do të implementohet ditën e sotme në këtë vendimarrje dhe mund të ndikojë në vendimarrjen e gjykatës së lartë dhe mund të kemi ndryshimin e masës së sigurimit në ngarkim të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, apo do të mbetet për të parë nëse do të pritet arsyetimi i vendimit nga ana e gjykatës kushtetuese dhe më pas marrja në shqyrtim së bashku me atë çfarë gjykata kushtetuese ka lënë detyra gjykatës së lartë në lidhje me vendimin që duhet të marrë. E qartë, Glidona, të falenderoj për gjitha detajet që përcolle, mbetet për të parë se çdo të vendoset sot nga gjykata e lartë nëse do të ketë një vendim, ne do të mbetemi sërish tek ngjarjet e kronikës.